الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të besimtar, falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Jemi në ditët para se më ardh Kurban Bajrami dhe këto dita janë të veçanta me veçim prej anës së Allahut subhanahu wa taala. Në librin e tij thot Allahu subhanahu wa taala wal fajri wal layalin ashr, beton bashkëgimin dhe 10 ditët, kurse komentatorët e Kuranit kanë thonë 10 ditët janë 10 ditët e para të muajit Dhul Hijja apo 9 ditë para Bajramit edhe dita e Bajramit përfshin ato 10. Kurse në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ditët e Dhul Hijjes dhe ditët e para, veprat në ato dita janë më të dashura, më të shpërbyra te Allahu subhanahu wa taala se çdo kur tjetër, dhe përmendëm se netët më të mira janë 10 netët e fundit të Ramazanit, kurse ditët më të mira janë këto ditë që vijnë para Kurban Bajramit. Në këto dita pastaj është edhe një ditë më e vlefshme se të gjitha ditët e tjera, ajo është dita e Arafatit. E dita e Arafatit është një ditë para Kurbanit. Dita e Arafatit është një ditë para ditës së Kurban Bajramit, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: kushdo që agjeron ditën e Arafatit, kjo bëhet sebeb me afale Allahu subhanahu wa taala gjunat e vitit të kaluar edhe vitit të ardhshëm. Se për këtë vitit të ardhshëm, komentatorët e hadithit kanë thonë Allahu subhanahu wa taala e mbron atë që agjeron ditën e Arafatit me sinqeritet, në vitin e ardhshëm mos merron në gjunat të mëdha, kurse afal gjunat e vitit të kaluar. Dita e Arafatit është dita më e mirë e vitit, sikur që është nata e Kadrit, nata më e mirë e vitit. Dita e Arafatit është dita më e mirë e vitit. Dita e Arafatit është dita më e mirë e vitit, dhe për të kanë ardhur hadithe të shumta prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në ditës së Arafatit ka dhe transmetime të cilat nuk janë të vërteta dhe ngjarje tregime të cilat nuk janë shumë të vërteta, por ajo që është më madhështoria është hadithi i saktë në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu subhanahu wa taala lavdrohet para melekëve ditën e Arafatit me numrin e besimtarëve të cilët mlidhen në Arafat, ata të cilët kanë shkuar në haxh,
dhe me gjitha ata të cilët t'i bojnë adhurim ibadet të Allahu subhanahu wa taala në të gjitha skajet e botës nga hadithet e përgjithshme, për shkak se kanë ardhur hadithet të tjera të sakta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu subhanahu wa taala u thot me lekëve, shikoni robët e mi që e bën këtë punë, shikoni robët e mi që e bën këtë punë për punë të tjera, kurse veçanta është për ditën e Arafatit, për të cilën ose në të cilën mlidhen njerëzit në kodrën e Arafatit në Mekë, pendohen dhe kërkojnë falje Allahu subhanahu wa taala, dhe Allahu subhanahu wa taala u afal gjunat atyre të cilët pendohen sinqerisht. Kurse ata të cilët nuk mund me qenë haxh, edhe shumica muslimanëve me siguri se nuk janë në haxh, ata për me fituar shpërblimin e madh të Allahu subhanahu wa taala duhet me qenë me niyetet e tyre, me zemrat e tyre, me dëshirat e tyre në haxh. Edhe me krye obligime sikur që i kryen ata me dëshirat e tyre edhe me niyetet e tyre, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur e përmendëm në hadithin e hutbes së kaluar, ka treguar për disa njerëz të cilët kanë marrë shpërblime edhe pse nuk i kanë kryer ato vepra, habasehum al-udhr, në transmetim si kanë kryer ato vepra për shkak të arsyes së pranuar shariatike, në një transmetim tjetër habasehum al-marad, nuk kanë mujt me kryer ato obligime për shkak të sëmundjes, por po të ishin të shëndosh edhe po ta kishin mundësinë, ata do t'i kryen edhe për te i marrin shpërblimet e Allahu subhanahu wa taala. Andaj mundoni me agjërua këtë ditë, për shkak se kjo ditë ose agjërimi i kësaj dite te Allahu subhanahu wa taala është vepër madhështore dhe vepër e madhe. Pastaj për veprave gjithashtu ibadeteve të veçanta që përfshihen në këto dita është edhe thirrja e kurbanit. Agjërimi bëhet ditën para se më ardhë dita e Kurban Bayramit, kurse të nesërme me herë mas agjërimit bëhet thirrja e kurbanit për hir të Allahu subhanahu wa taala. Edhe kurbani është ibadet i veçantë, sikur që është agjërimi i ditës së Arafatit ibadet i veçantë, për cilin Allahu subhanahu wa taala ka thënë Kur'an: "Fasabbih bihamdi rabbika wanhar, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar." Falu për Allahu subhanahu wa taala, falë namazin, wanhar edhe thirr kurban. Inna shani'aka huwa al-abtar. Në komentimin e parë, ata të cilët e kanë nënshmuar dhe përqesh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në lozën e tij, Allahu subhanahu wa taala thotë ata janë dalë të fare. Kurse kuptimi i përgjithshëm kushdo që nuk fal namazën, nuk thirr kurban, këta janë dalë të fare. Fasalli li rabbika wanhar. Falni namaz për hir të Allahut juve dhe thërni kurban për hir të Allahut juve, për ndryshe kushdo që nuk i kthehet Allahu subhanahu wa taala me namaz dhe me kurban, ai sëri për këtë anës fetare ka dalë fare. Është i dalë fare në anën e fesë. Nuk ka fe në të ajetin tjetër thotë Allahu subhanahu wa taala: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Namazi e kurbani, të gjitha ibadetet të cilat i bëjmë, jeta dhe vdekja jonë janë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirrë kurban me dorën e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirrë kurban me dorën e tij. Në transmetimin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e Kurban Bayramit një herë i ka thirrë 2 kurbana. Një kurban e ka thirrë për veten e vet dhe familjen e vet, dhe një kurban tjetër e ka thirrë për veten e vet dhe për gjithë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thirrja e kurbanit sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të bëjë njëti dhe shqiptimi me zon dhe me thirrë me dorën e vet, secili është më mirë. Por kush nuk ka mundësinë do me thirrë të tjerët. Mirë, po e mira është ashtu sikur që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka shqiptuar fjalët e tij me zon. Janë raste të veçanta kur njëti shqiptohet me zon, ajo është vetëm në kurban edhe në haxhe numre. Në ibadetet e tjera njëti nuk shqiptohet, bëhet njëtë vetëm me zemër. Kurse te kurbani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që ka shtrije kurbanin dhe është drejtuar ka ona akiblës, ka thonë bismillah, Allahu akbar, që ky kurban është për Muhamedit edhe familjen e vet.
Por atë kushdo që pren kurban, dash ose dele, dhi ose cjap, lup ose mzat, bull ose bollis, deve ose deve moshkull dhe femër, në ta bën jetë për vetë dhe për këtë familje. Nga se edhe në një dele përfshihet e gjithë familja. Është gabim mos shpjegua se lupa është për një familje, delja për një individ. Nuk është e vërtet kjo. Lupa është për 7 familje, kurse delja është për komplet familjen. Edhe dashja për komplet familjen, nga se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thirrë dashjen për kurban në njëtin e tij ka thonë Bismillah, Allahu Akbar, ky kurban është për Muhamedit edhe për familjen e vet, krejt familjen e vet. Pastaj komentatorët e hadithit kanë thonë të përfshihen edhe familja të cilët janë gjallë dhe familja të cilët janë vdekur. Pra, kurbani bëhet për krejt familjen, në emër të këtyre familjarit dhe të gjithë anëtarët e familjes të cilët janë të gjallë dhe të cilët kanë vdekur. Por nuk lejohet me bë kurban vetëm për të vdekurin. Ajo është vetëm sadaka, por jo kurban. Bëhet kurbani për ne që jemi gjallë dhe ata të cilët kanë vdekur nga familjarët e tonë. Në kurbanin e dytë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Bismillah, Allahu Akbar, ky kurban është për mua dhe për ummetin tem. Në shpjegimin e këtij hadithi disa prej dietarëve kanë thonë kushdo për ummetit që nuk ka kushte me prej kurban, për ato ka prej kurban Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kurse kushdo që ka kushte e ka obligim ose e ka sunnet për sunneteve të forta me prej kurban vetë. Nga se në ngritjen e peshës së therës së kurbanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në hadith kushdo që ka mundësi me prej kurban dhe nuk prej, mos niset me u fal në vendet aty ku e falin na Bajramin. Dhënë si qortim për ata të cilët e lënë mazdur thirrën e kurbanit. Po ashtu në një transmetim tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast tjetër i ka mbledh 63 kurbana i ka bërën, edhe secilin e ka prej një nga një me dorën e tij për të gjitha vitet prej se është lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri në kohën kur e ka prej kurbanat. Kjo është veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse në çështjes kurbanit ka dhe disa përhapje fjalëve të cilat është mirë me i ditë besimtarët dhe mos merron ato gabime, mos merron ato gjinoha. Prej tyre gjatë prerjes ose gjatë blerjes së kurbanit e bën një ajgare e cila ka mundësi me nxjerr për fe krejt. As nuk vjen më kurbani, as nuk vjen namazi, as nuk vjen asnjë gjë tjetër, për shkak se tallja me fe, tallja hajgaret me pjesë të fesë, nxjerrin njeriu nga feja, ai nuk është musliman më. Prej tyre e thonë me këshir dashën se su në qanë të në nurën e siratit. Kjo është hajgare tallje, për cilën nuk ka hadith, as në argument të saktë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se muslimanët kanë hyrë deshve me kaluar urën e siratit. Po të shkon kështu, të paktën kur dosh me këto kurban kuajte, e desht, nga se kuajten për më hyrë me kaluar rrugë, e desht, e delet. Po këtë kjo është një fjalë e përhapur te muslimanët, të cilën duhet me hjek edhe me qit mas shpine, mos me përdor kërkush për muslimanëve në aspektin e talljes e përqeshjes, për shkak se kurbani nuk është për me hyrë në urën e siratit, por kurbani është me bos sakrificë dhe me afru te Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet asaj që ti je i gatshëm me ofrue edhe me praktikua atë që ka urdhëruar dhe ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas adet që ushqimin e parë në ditën e Kurban Bayramit me hangër nga mishi i kurbanit. Kushdo që e ka të mushme, kjo është më e mirë, më agjerua ditën e Kurban Bayramit derisa të bëhet ushqimi i kurbanit. Më agjerua, asë mos me hangër, asë mos me pi, derisa të bëhet ushqimi i kurbanit. Pastaj shpërndarja bëhet sipas dëshirës dhe nuk ka ndonjë transmetim të saktë se shpërndarja bëhen 3 pjesë ose 6 pjesë ose 5 pjesë, por vetëm është më e pëlqyer sipas një pjesë të dietarëve mendimi se kurbanin me ndonë 3 pjesë, një me ndonë të vetin, një me adhonë familjarëve, një me shkej për ata të cilët janë të varfër, por kjo nuk është dispozit. Kushdo që ka nevojë mundet me mojt kurbanin komplet për veti, kushdo që ka dëshirë mundet me ndash komplet muslimanar kur që për veti,
edhe është zgjedhje sipas dëshirës së besimtarit me atë që dëshiron me vepru. Dhe kur mblidhen agjërimi, veprat e mira, dhikri në ditën e 10 të Dhul-Hijjës, agjërimi ditën e Arafatit, ata që kanë kryer haxh më kanë ibadetet e veçanta, falja e namazit të Bajramit, e thirrja e qurbanit dhe të tjera të gjitha ibadete me të cilat ne afrohemi te Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala: ya alladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. O ju besimtar, bëni ruku e sejdë, adhuroni Zotin juve. Waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. E bëni mirësi të ndryshme, sikur janë shfrytëzimi këtyre ditëve para qurbanit, e qurbani, e Bajramit dhe të tjera, la'allakum tuflihun, këtë mënyrë keni me shpëtuar ditën e Kiametit. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Kurse më shpëtua ose i shpëtuar llogaritet vetëm ai i cili ka hyrë në xhenet e ka pështuar presionet e xhenemit. Dhe kujto që Allahu subhanahu wa taala ja mundson me bë ibadet në këto dita, fe bidhalike falyafrahu, ai në të gëzohet. E ta dinë se Allahu subhanahu wa taala ka zgjedhur tjetë për atyre të cilët i nënshtrojnë Allahu subhanahu wa taala, e falenderojnë Allahu subhanahu wa taala, në ndihmojnë të tjerë, bëjnë mirë, familjet e veta, në kushit e vetë, në njerëzim kudo që ka mundësi me shfaq begatin dhe mirësim, dhe me atëre tjenë të gëzuar se Allahu subhanahu wa taala i ka bërë prej të përzgjedhurve, të cilët e adhurojnë Allahu subhanahu wa taala dhe bojnë përmirësime kur të tjerët bojnë fesat. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.